Flasim që për njësitë akomoduese, ka shtim të tyre, ka nevojë Vlora për më tepër njësi akomoduese dhe pse duhet ta zgjidhim Vlorën? Për ta përmbyllur të gjithën, e para unë si kryetar bashkie, si qytetar i Vlorës, i bëj thirrje të gjithëve, jo vetëm shqiptarëve brenda territorit tonë, po edhe atyre të huajve që zgjedhin Shqipërinë si destinacion të vinë në Vlorë, sepse Vlora i ka të gjitha. Vlora ka qetësinë, ka rendin publik, ka bukuritë që ka fal Zoti dhe natyra, por ka edhe disa alternativa tjera turistike që ne themi shpesh, sapo kemi shtuar edhe shtigjet që në përpar edhe në bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, është Tregu i Kaninës, por ka mund të jetë edhe një ecje shumë e bukur në Karaburun, pa përmendur këtu edhe pjesën e trashëgimisë kulturore apo historike që kemi ne, qoftë edhe pjesa e kulinarisë që mbetet një nga ato atraksione të mëdha që kanë vizitorët kur zgjedhin Vlorën. Ndërkohë, kemi shtim të strukturave akomoduese në qytet, nuk diskutohet, ka dhoma më shumë, ka kapacitet më të lartë, por mos harroni që janë disa projekte shumë të mëdha që fillojnë, shpresojmë nga shtatori, sepse tani nuk mund të bëjmë investime për gjatë sezonit, dhe ma besoni me këto investime, duke përfshitur marinën, jo vetëm në Vlorë, marinën Orikum, hotelet e reja që ka marrë leje paraprakisht nga KKT-ja, Vlora në 2-3 vjeçar do të ketë një transformim total, përfshi këtu pastaj edhe facilitetin që kemi dhënë nëpërmjet investimit të aeroportit të Vlorës, që të filloj sa më shpejt urojmë, që ta gëzojmë të gjithë edhe të jemi më të aksesueshëm. Faleminderit.